nga Leskovaci në klubet e Tiranës, festa pas triumfit të Shqipërisë ndaj Serbisë nuk ka të ndalur. Hareja nisi që në Serbi për të vazhduar më pas, por orë do të ranë në Shqipëri, nga cepi në cep ku ka shqiptar, mbrëmja e djeshme ishte historike dhe që do të ngulitet thellë në mendjet dhe zemrat e të gjithëve, por mes shumë festimeve ajo që po merr më shumë vëmendje të madhe është ajo e Tauland Ballës dhe fotos Trakoshës. Ky fundit është babai i Thomas Trakoshës dhe pas këtij triumfi është i papërmbajtshëm. Të mbledhur në një klub me dyshen nuk ju ndan as Armand Duka, shije duke kënduar dhe kërcyer në ritmin e këngës Bjeri Gajdes Gajdexhi. Pa diskutim, nuk kanë si të mungojnë as futbollistët kuqezi, të cilët të shoqëruar nga disa familjar e kanë ndjekur deri në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme. Kujtojmë se Shqipëria fitoi 1-0 ndaj Serbisë, dueli vlefshëm për grupin K në kualifikuesit e kampionatit botëror 2026. Ky triumf na çon akoma më afër play-offit dhe ëndrrës amerikane. Tash sa vjet dhe një provicën, tash sa